Një vendim i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg vite më parë dënoi shtetin shqiptar për rastin e segregimit në shkollën Ain Frashëri në Korçë, ku institucionet u gjetën fajtore për ndarjen e fëmijëve rom dhe egjiptian, duke konstatuar element qartë diskriminimi dhe racizmi. Ky vendim shërbeu si alarm për institucionet arsimore në Shqipëri, të cilat ngritën struktura dhe mekanizma të posaçëm në përputhje me rekomandimet e gjykatës me synimin për përmirësimin e mësimdhënies dhe nxjerrjen e shkollës nga statusi i segregimit. Zëvendës ministri e arsimit Oriana Osmani theksoi se janë ndërmarrë masa konkrete për rritjen e cilësisë së arsimit dhe garantimit të barazisë për gjithë nxënësit. Duke ju referuar shkollës në Ain Frashëri, në fakt nuk është një shkollë e segreguar, mirëfilli sepse sigurisht ne kemi marrë të gjitha masat që kjo shkollë të ketë të gjithë ato politikat e duhura në mënyrë që të mos ketë segregim. Dhe sigurisht që Ministria e Arsimit në synimin e saj ka marrë një sër masash për këtë shkollë, siç është hapja e regjistrimeve në fakt pra të gjithë prindrit janë të lejuar që të mund të regjistrojnë fëmijët e tyre aty ku ata dëshirojnë. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe kryesuesja e delegacionit të Këshillit Evropian në Shqipëri, Giulia Re, e cila vlerësoi hapat pozitiv të ndërmarrë jo vetëm në drejtim të përmirësimit të kushteve infrastrukturore, por edhe qasjes arsimore ndaj fëmijëve të komuniteteve të marginalizuara. Sipas specialistëve të fushës sociale, problematika nuk qëndron vetëm në institucione, por edhe te mentaliteti i një pjese të prindërve, të cilët përmes paragjykimeve kufizojnë integrimin e fëmijëve të tyre. Specialistët sociale Stella Viso dhe Çilieta Simaku theksuan se ndërhyrja duhet jetë gjithëpërfshirëse dhe vazhdueshme. Shkolla në Ain Frashëri tashmë nuk hyn më në këtë identifikim. Aty ka ndërthurje të gjithë komunitetit dhe ka patjetër përpjekje nga vetë mësuesit. Ne kemi arritur që prindrit, mësuesit, por edhe nxënësit të jenë shumë bashkëpunues dhe të bëjnë pjesë të gjitha aktiviteteve. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme sepse është e rëndësishme fakti që tregon gjithëpërfshirjen. Megjithatë, pavarësisht angazhimit institucional dhe përmirësimeve të evidentuara, çrënjosja e segregimit në arsim mbetet një sfidë hapur. Ekspertët nënvizojnë se ndryshimi real kërkon jo vetëm politika dhe investime, por edhe një transformim të thellë të mendësisë shoqërore për të garantuar që çdo fëmijë të ketë të njëjtat mundësi arsimimi pa dallim origjine apo përkatësie.